Po si e përshkruan Allahu i lartësuar xhenetin? Allahu i lartësuar në Kur'an jep lajmin e gëzueshëm për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, se do kenë xhenetet ku në pallatet dhe pemët të cilëve rrjedhin lumej, ku do të shërbehet me fruta të lloj-llojshme, dhe sa herë që shijojnë një frut të xhenetit, sa herë që u jepet një frut i xhenetit dhe mendojnë se është si fruti më parshëm, por kur e shijojnë konstatojnë që është një lloj tjetër fruti, por ka qenë i ngjashëm me të parën, domethënë nga paraqitja, ngjyra. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë: "O bashir alladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun." Në xhenet do të kenë edhe gra të pastërta, ato janë të pastërta moralisht dhe fizikisht, dhe në xhenet do të qëndrojnë përgjithmonë. Do të jenë përherë në xhenet, nuk ka vdekje në xhenet, nuk do të ketë të ndalur mirësia e xhenetit për banorët e xhenetit. Allahu subhanahu wa ta'ala në xhenet ka përshkruar dhe lumejt e xhenetit, aty ka lumej uji të pastër që nuk ndotet kurrë, lumej qumshti që nuk ndryshon, do të ketë lumej vere që do të jetë vetëm kënaqësi për konsumatorët, nuk e heq mendjen dhe nuk u shkakton dhimbje, nuk ka probleme të pijeve dense të kësaj bote. Do të ketë edhe lumej mjarri të kulluar, mathalu jannati allati wu'ida al-muttaquna fiha anharu min ma'in ghayri asinin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu, lumej qumshti që nuk ndryshon shija, wa anharu min asalin musaffa. Në xhenet do të kenë dhe nga gjitha llojet e frutave, llojshmëri frutash me fjalë. Në xhenet do të kenë edhe nga gjitha llojet e mishrave të shpendëve që do të kërkojnë. Do të realizojnë në xhenet banorët e xhenetit të gjitha dëshirat. Allahu i lartësuar ka folur në xhenet dhe për pemët e xhenetit, ku do të bëjnë hije banorëve të xhenetit, dhe frutat e xhenetit do të kenë mundësi banorët e xhenetit t'i kpusin me një lehtësi të madhe, siç e ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Xhenet besimtarët do të kenë edhe shërbëtorë që do të shërbejnë domethënë me gjëra të ndryshme.